Bazuar në projekt buxhetin e vitit 2026, Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të ketë në dispozicion një buxhet prej 24.8 miliard lekësh, që përfaqëson një nga zërat më të rëndësishëm të investimeve publike në infrastrukturën dhe zhvillimin rural të vendit. Shuma përfshin si financimet e brendshme ashtu dhe ato të huaja me synim për të vijuar projektet në rrjetin e infrastrukturës vendore, zhvillimin e zonave rurale dhe programet e dedikuara për komunitetet lokale. Nga totali rreth 2.5 miliard lek janë planifikuar për programin 100 fshatrat, një nismë qeveritare që synon të shndërrojë zonat rurale me potencial turistik e bujqësor në modele të zhvillimit të qëndrueshëm. Krahas këtij programi, 7.4 miliard lek janë parashikuar për infrastrukturën vendore dhe rajonale, ndërsa 14.8 miliard lek për programet e zhvillimit. Programi 100 fshatrat përfshin ndërhyrje në përmirësimin e rrugëve rurale, sistemin e ujësjelljes kanalizimeve, rikualifikimin urban dhe promovimin e agroturizmit. Qëllimi është të rritet cilësia e jetës në fshat dhe të forcohet lidhja e zhvillimit ekonomik me ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Ky fond konsiderohet i rëndësishëm për vimin e reformës së zhvillimit rural, e cila parashikon bashkërëndimin e investimeve publike dhe private në zonat me potencial turistik, si dhe krijimin e rrjeteve të agroturizmit e tregjeve lokale për produkte tradicionale. Në të njëjtën kohë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të vijojë projektet për modernizimin e infrastrukturës vendore dhe forcimin e rolit të pushtetit lokal në menaxhimin e investimeve. Në raport me vitet e kaluara, financimi për Fondin Shqiptar të Zhvillimit ruan një peshë të lartë në buxhetin e investimeve publike, duke konfirmuar prioritetin që qeveria jep zhvillimit rural dhe përmirësimit të cilësisë së jetesës në zonat e jashtëqendrave urbane.